një ditë e re që përsëritet moti. Lind vera, lind brotësia, lind Aliu, lind vetë Zoti. Do doja ta filloja me këto vargje të Naim Frashit, duke gjetur rastin t'ju uroj të gjithë besimtarëve gëzuar festën e Sultan Nevruzit. Ne ndodhemi në teshen e Baba Rexhepit këtu në Michigan, ku janë mbledhur dhjetra besimtarë bektashin të mbledhur nga çdo cep i Amerikës për të festuar dhe për të uruar një zër i gëzuar. Kjo është një nga ato festa që bën bashkë shqiptarët, bën bashkë besimtarët. Qëllimi është për të qenë të gjithë të mbledhur së bashku për të dhuruar sa më shumë dashuri, sa më shumë mirësi, sa më shumë paqe. Kjo festë simbolizon ardhjen e një cikli të ri, mbylljen e një cikli të vjetër dhe ardhjen e pranverës. Kjo është një nga ato festa që përkon me lindjen e imamit të parë të 12 imamëve, Imam Aliut. Jemi të gjithë bashkë këtu në shtëpinë e Zotit, edhe qëllimi është sa sublim aq edhe madhështor. Të jemi të gjithë me njëri tjetrin bashkë. Të bëhemi njerëz më të mirë për veten, për njëri tjetrin, për fëmijët tanë dhe mbi të gjitha për Zotin. Mirëmbrëma. Mashallah, shisi e Elber Salla është mbushur sot. Baba Rexhepi dhe Baba Arshiu na shikojnë edhe me gjithë qejf thonë fëmija tonë e ben ashtu siç na e dhanë fjalën. E tani do nisim të themi pak fjalë për ceremoninë e Sultan Nevruzit. Të nderuar misafirë, i nderuari udhëheqës dhe mëshiti jonë babajli tonë, të nderuar myhybë, besimtarë dhe dashamirës bektashan. Sot festojmë ditëlindjen e Imam Aliut, dita e Sultan Nevruzit. Një ditë për të kujtuar mençurinë, mirësinë e tij. Imam Aliu nuk ishte vetëm një udhëheqës i madh, por edhe një njeri që tregovi botës fuqinë, durim, mirëkuptim e gjitha gjërat të mira. Ai besonte se forca e vërtetë nuk vjen nga pushteti apo pasuria, por nga mënyra si të sillemi me njëri tjetrin. Duke ndekur shembullin e tij, mund të bëjmë një vend më të mirë. Duhet të ndrojmë trashëgimin e tij, duhet ta nderojmë trashëgimin e tij duke qenë më të kuptueshëm, më të dashur në jetën tonë të përditshme. Për ne bektashinjt është ditë e rëndësishme, sepse Imam Aliu ishte bashkëshorti i Hazret Fatimesë dhe babai Imam Hasanit dhe Imam Husenit. Kjo është familja e Helibetit, po ashtu edhe neve bektashinjt jemi familja e Helibetit. Qofshim për kudo herë ta përkujtojmë edhe qofshim të dashurit e tyre. Amin. Darka është spanzuar nga familja Shkembi nga New Jersey. Zoti Kabul dhe Baba Rexhepi në ndihmë. Një dorë trokitje, u lutem. Po ashtu faleminderojmë të gjithë familjeve që kanë ardhur, veçanërisht nga Texas, Wisconsin, Chicago, New Jersey e të tjera. Zoti u bekoftë në çdo pikpamje. Amin edhe faleminderit. Dua të vi nga familja Shkembi një prezentues, kemi diçka për juve në Kjo është një mirënjohje për darkën që keni dhënë, Zoti t'u ndihmojë.
edhe me gjithë të mirat. Baba Rexhepi ju pas ndërmend. Nevruzi Sultan, ditës e uruar, Lindaliu vet, shtylle shenjtë të ruar, mu në qabet brënda, shkëlqen dritë e tia, lind një dritë e re, gëzon njerëzia. Në atë qas profeti shumë u gëzua, ta më erdi miku, shtylle fort për mua, më bini pak uj, do ta prasoj vet, se këtë pun hua do ma ket. Gjuni vu në goj, pasi e pastroj, shumë fjali foli, shumë e përgëzoj. Këtë që i bëj unë, ky do ma shpërblej, do jetë kraj i djas, shumë do më shërbej. Vërtet kështu dolli, me shpirt e ndihmoj, dhe kundëroj jetë, ali u e pastroj. Nuk la gjë pa bër, u çudit Remeti, kur ish në rrezik dhe në shtrati fjeti. Në çdo luftë brënda, ali u ish i pari, para gjithë shokëve ishte flamurtari. Portën e Hajberit, ky luan e shqeu, hyri brënda vet, armikun e theu. Luftën e Uhudit, kush e kurajoj, kundra sulmi i tia, atë e fitoj. Tim si ty nuk gjëndet, ta i pari, rekordin e shpatës e mban Zylfi Qari. Cilësit e tia janë pa numërim, të gjithë i din, i ka në kujtim. Shëmbëll sakrifice, shëmbëll njerëzie, mbet aliu në jetë, dritë perëndije. Zbukuroj ndërgjegjen, lartësoj njerin, nxori misticizmën, kreu për sosmërin. Pranda gjithë mistikët, ku do gjunjëzohen, për alin e vetëm gjithë përgjërohen. Tha profeti vet, dashuria e tia, është lutje ndaj Zotit, e do perëndia. Pranon lutje Zoti, po përmend alin, kjo është detyrë për gjithë njerëzin. Polin prind vera, çdo gjë lulëzohet, lind aliu veç, çdo gjë zbukurohet. Ndaj dhe ne të gjithë këtë e festojmë, për respekt të Zotit, alin e nderojmë. Prandaj të gjithë thrasim me shpirt të gëzuar, kujtimi aliut qofti paruar. Ditë lindje e tia, për jetu festov, lartësi e tia, për jetu kujtov. I lavdruar qofta i madhi Zot, që krijoi theun, qiellin dhe gjithë botën mbar, me një harmoni dhe simetri të papërshkrueshme. Ai që mbi të gjithë krijesat e tjera, shqoi krijesën e mrekullueshme njeriun, të cilit i falemi, dhuntin më të madhe, gjykimin, logjikën, me anë të cilës dallohet nga të gjitha dhe qëndron përmbi to. I falendëruar qoftë Zoti vërtet, që zbukuroi dhe lartësoi ndërgjegjet njerëzore me anën e profetëve dhe shenjtorëve të tij. Nderuar vëllezër dhe motra besimtar, miq dhe të ftuar, mirë se keni ardhur në festën e Sultan Nevruzit. Një festë tashmë e bërë traditë për gjithë ne bekëshin, që festojmë në 22 mars, një festë që për gjithë neve mbjell dashuri, ringjallje dhe shpresë. Ndonse lashk adeut, neve vazhdojmë të mbrojmë traditën tonë, kultivojmë fenë dhe të praktikojmë atë në këtë shtëpi të madhe që Baba Rexhepi dhe qindra bashkëdhetarë dërtuan për gjithë neve. Prania juaj këtu është jo thjesht një shprehje gëzimit, por një shpresë për gjithë ne, se së bashku ne mund të ndërtojmë një komunitet më të mirë për të gjithë ata që do të vinë pas nesh. Neve sot kujtojmë Imamin Ali për punën
dhe sakrificën e madhe që ai bëri, kur padrejtësia kishte mbuluar çdo gjë, kur errësira dukej se kishte kapluar të gjithë botën, ai ishte vetmja shpresë që kishte ngelur nga profeti Muhamet, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të. Të gjithë neve që ndjekim Imam Aliun, familjen e tij, Ehli Bejtin, duhet jemi shembulli sikurse Imam Aliu ishte për fëmijët e tij, Imam Hasanin dhe Imam Huseinin. Neve kemi obligimet tona prindrore për t'i mësuar dhe edukuar fëmijët tanë, që ata të nesmen atë që neve kemi mbartur, ta mbartin me krenari dhe të jenë pasardhës të denjë për gjithë neve. Zhurmat e tyre nuk na shqetësojnë, vajit. Janë shumë mirë. Sa më shumë zhurma fëmijësh është shpresë më e madhe. Kështu që ne jemi shumë gëzuar kur dëgjojmë zhurmat e atyre. Zoti ju ruaj. Faleminderit që i sillni fëmijët. Ata janë vërtet shpresa e ardhme e komunitetit ton, e të qes. Unë do të falenderoj të gjithëve që jeni sot këtu, që vazhdoni dhe suportoni këtë institucion. Të duam të nderojmë dhe të mbajmë njëri tjetrin, sepse siç e kam thënë, ne shqiptarët nuk kemi mik tjetër përveç se shqiptarin. Askush tjetër nuk na do. Prandaj, vëllezër dhe motra, të neve bashkë me komisionin, kryetarin, si çdo vit sjellim një mysafir që dhe ai të njihet me komunitetin ton, por dhe ne të njihemi me realitetin atdheun ton në Shqipërinë, se çfarë po ndodh dhe si është gjendja. Neve si vjet kemi ftuar zotin Shpëtim Idrizi, siç e thash dhe më parë. Është i vetmi zë që dhe sot mban gjallë dhe na kujton të gjithëve plagët që vëllezërit dhe motrat tona, të gjithë ata qindra dhe mira shqiptar të Çamërisë që u masakruan. Ndoshta shumë nga neve mund të kenë një uri, sepse një pjesë e të rinjve dhe të rejave që janë këtu janë gjenerata e 2 dhe gjenerata e 3. Prandaj edhe neve sot kemi thirrur në Shqipëria, ndonse i ngarkuar me punët dhe obligimet e tjera, Zoti Shpëtim Idrizi na ka nderuar dhe unë do kisha shumë dëshirë që të gjithë neve ta dëgjojmë me vëmendje gjithçka që ai do të na tregojë dhe për punën e madhe që PDU-ja po bën për të mbajtur gjallë atë që të parët tanë u munduan të mbanin dhe të mbronin kujtimet e një masakre edhe një plagë të hapur për gjithë neve. Unë kam nderin dhe kënaqësinë të ftoj në podium. Mirëserdhje. Të nderuar motra dhe vëllezër shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jem thellësisht i nderuar dhe i privilegjuar sot që jam këtu para jush, përcjell dhe përcjell zërin e Çamërisë, pjesë vitale dhe që vlerëson hartën identitare të kombit shqiptar. Pari doja që të falenderoja babain e të qesën tonin për ftesën që mua më bëri. Në fillim isha hezitues, sepse siç e dini në Shqipëri tash është fushata elektorale. Pra, për një muaj ne kemi zgjedhur do të jetë impenjimet janë të tilla që ishte një kohë e papërshtatshme, po më bëri shumë përshtypje mënyra se si e transmetonte dëshirën që një shqiptar i Çamërisë ishte sot me ju, dhe nuk ja prisha dot babain ton. Po sot kuptoj që kanë bërë shumë mirë që kanë marrë me disiush, sepse pata fatin që ta kuptoj shumë mirë çfarë është kjo teqe e Michingani. Kisha dëgjuar për të si vatër e patriotizmit shqiptar, por kuptova që është i vatër e madhe e gjithë shqiptarëve, një shtëpi e madhe e gjithë shqiptarëve. Por po kaq kënaqësi kisha kur vizitova
edhe xhamin. Dhe aty ishte një komunitet i tërë shqiptarësh. Po kaq i privilegjuar isha që pata sot një vizitë në kishën katolike dhe mora pjesë në një mesh. Aty kuptova që Zoti bashkon dhe nuk të dalë. Dhe ju jeni komunitet vital që mbani gjallë atë dashurinë edhe shqiptarinë. Sot ne jemi mbledhur këtu në këtë tokë mikpritëse të Shtetet Bashkuara të Amerikës, larg vendlindjes tonë, por pranë njëri tjetrit me zemër, për të festuar një nga ditët më të ndritura të kalendarit shpirtëror dhe kulturor bektashi, Nevruzin, ditën e ringjalljes së shpresës dhe të jetës. Nevruzi është më shumë se një stin që zëfill. Ajo është një ktesë e brendshme shpirtërore, një kujtesë që gjithçka ka mundësi të rilindë, edhe kur duket sikur është e humbur. Ajo është një ktesë e brendshme shpirtërore, një kujtesë që gjithçka rilindë. Në këtë ditë ne kujtojmë rrënjët tona, historinë tonë, kulturën tonë. Në këtë ditë të shenjtë është koha për të pastruar shpirtin, për të ringjallur dhe forcuar rrënjët, për të mos harruar asnjëherë, askush nga ne, se kush jemi, dhe ne jemi shqiptarë. Ne jemi bie-bia të një kombi të lartë, që ka mbijetuar dhe ka kaluar stuhi dhe dhimbje, por që kur nuk ka harruar ta festoj edhe jetën edhe dritën. Prandaj të nderuar besimtar, të pranishëm, miqët të tuar, ju uroj nga zemra gëzuar festën e Nevruzit. Sot ne jemi mbledhur shqiptar nga gjithë trevat dhe krahinat e Shqipërisë. Pra, nga gjithë krahinat e Shqipërisë, por dhe nga gjithë trevat. Nga Kosova, nga shqiptarët e Malitëzi, nga shqiptarët e Maqedonisë dhe nga shqiptarët e Çamërisë. Dhe kjo tregon edhe një herë që ne kemi një histori të gjallë dhe një identitet dhe përkatësi vitale. Çdo pjesë e jona në fakt tregon një rrëfim të parëve tanë. Dhe është simboli krenarisë, është simboli pastërtisë dhe i qëndresës tonë si kom. Të dashur bashkombës, diaspora shqiptare në Amerikë ka një rol të jashtëzakonshëm në ruajtjen dhe forcimin e identitetit kombëtar shqiptar. Ju jeni ambasadorët e kulturës sonë, ruajtës së gjuhës së traditës shqiptare në një shoqëri shumë kulturore. Në duart tona dhe tuaja është trashëginia jonë, gjuha jonë, historia jonë, kultura jonë, janë këngët, vallet, zakonet, emrat tanë që duhet i mbrojmë dhe duhet ja trashëgojmë brezave të rinj. Një kombë nuk mbijeton vetëm në tokë. Ai mbijeton në kujtesë, ai mbijeton në gjuhë, ai mbijeton në kulturë. E nëse ne i humbim ata, ne kemi humbur veten tonë. Prandaj, ne kemi një detyrë të përbashkët, të flasim shqip me fëmijët tanë, të tregojmë për historinë tonë, të mësojmë këngët dhe traditat tona. Në këtë përvjetor të Nevruzit, nuk mund të mos kujtojmë dhe plagët tona historike, pa drejtësitë historike që na ndanë në 5 shtete, dhe sigurisht genocidin ndaj shqiptarëve të Çamërisë. Mijëra shqiptarë u dëbuan, u vranë, u zhdukën nga trojet e tyre, vetëm sepse ishin shqiptarë. Kjo është një plagë që kërkon drejtësi dhe që nuk duhet harruar. Shqiptarët e Çamërisë nuk u dëbuan sepse kishin bërë ndonjë faj individual. Në vitet e errta të fundit të luftës së dytë botërore, mbi 30.000 shqiptarë Çamërisë u dëbuan me forcë nga trojet e tyre, ndërsa qindra burra, gra e fëmijë u vranë mizorisht. Ata u dëbuan se ishin shqiptarë, sepse kishin rrënjë të thella në atë tokë të miteve të mëdha. Sot ajo tokë është bosh nga të zotët e saj. Po ne bitë atyre që mbjetuam, mbajmë barrën dhe nderin
për të mos lejuar që kjo histori të fshihet nga kujtesa. Shteti shqiptar ka detyrimin që mos të hesht përpara padrejtësisë dhe të mbështesë komunitetin e shqiptarëve të Çamërisë. Kërkoj respektimin e të drejtave tona historike dhe njerëzore, rujtjen e kujtimit dhe promovimin e të vërtetës. Çështja Çame nuk është një kohë të shkurës, por një çështje e drejtësisë së vonuar, dhe drejtësia vonon dhe nuk harron. Çështja e shqiptarëve të Çamërisë, kjo padrejtësi, ka shënjuar jetët e çdo njërit nga ne. Edhe jetën time. Babai im ka ardhur 2 vjeç në të kalvarit biblik, ku u përzu 20% e popullsisë. Siç u thash, drejtësia vonon por nuk harron. Po në fakt kjo ditë e shënuar është kujtesë për çdo gjë që rilind dhe kur gjithçka duket sikur është e humbur. Për ne çamët, për ne gjithë bashkë këtu, kjo ditë ka një kuptim të veçantë. Është një thirrje për të mos harruar, është një thirrje për të mos u dorëzuar, po për të ecur përpara me dignitetin e një populli që nuk harroi kurrë kush është dhe ne nuk harrojmë kurrë që jemi shqiptarë të Çamërisë. Prandaj sot, ku përkujtojmë ditën e shenjtë të Nevruzit, le të ndezim një dritë shprese në zemrat tona për Çamërinë që kërkon drejtësi, për shqiptarinë që lartësohet nga ju, këtu në Amerikë, për identitetin ton që rron në gur, rron në kënd dhe rron dhe do të rrojë brez pas brezi. Në këtë rrugtim për drejtësi dhe identitet, shteti jam Shqipëria ka një përgjegjësi të shenjtë ndaj gjithë shqiptarëve kudo që ata ndodhen. Është detyrë e institucioneve tona të dëgjojnë, të përvajsojnë dhe të mbështesin diasporën. Diaspora e parë ishte ajo që bëri Shqipërinë. Besoj gjithë e kujtojmë historinë që korifejt e mëdhej të shpalljes pavarësisë vinin pothuajse të tërë nga diaspora. Edhe plaku i urt Ismail Qemali e shumë të tjerë. Sot ne ju kërkojmë që diaspora e dytë të bëjë Shqipërinë. Por Shqipëria dhe shteti jam kanë shumë detyrime kaq që jush. Në Shqipëri sot fatkeqësisht mungojnë modelet me të cilët ne duhet të rrisim fëmijët tanë. Me modelin e familjes, me modelin e besimit të Zot, me modelin e njeriut që punon dhe që puna është nder. Por unë besoj shumë dhe ky është rasti për të thënë që ju jeni heroj të vërtet. Ju jeni heroj të cilët pasi nuk e gjetët shpresën, familjen, të ardhmen e shtëpive tuaja në Shqipëri, erdhët këtu. Gjithë e dim dhe ju e dini më mirë se unë që nuk është e lehtë, që t'i integroheni, që të punonit, që të rrisni fëmijët, të jepni një të ardhmë më të mirë, por që nuk e harruat asnjëherë Shqipërinë dhe vetëm dërgesat e diasporës në Shqipëri sot janë të rendit $1 miliard. Pra gjithë shqiptarët kudo që janë, si e në Shqipëri për ndihmuar familjet e tyre, $1 miliard. Sot fatkeqësisht Shqipëria po zbrazët. Sipas censusit të fundit në Shqipëri jetojnë 2.4 milion shqiptarë, kurse jashtë Shqipërisë jetojnë 2.5 milion shqiptarë. Dhe për 2.4 milion shqiptarë që janë në Shqipëri, ne kemi 13 ministri, ne kemi 4 ministra shteti, ne kemi 1.000 institucione. Kurse për 2.5 milion shqiptarë që janë vëllezërit dhe motrat tanë, ne kemi 0 institucione për gjithë problematikën që ato kanë. Unë vetë jam vllai një motre që është në emigrim, e kam këtu. Dhe sigurisht që për çdo njëri nga ne motra është shtrenjtë. Dhe më falni për emocionet. Por ne kemi shumë detyrime kështu jush. Ne nuk duhet vim këtu thjesht dhe vetëm kërkojmë votën për ndryshuar pushtetin Shqipëri. Por ne duhet të mbështetim disa modele të disa vendeve të tjera, të cilat kanë një diasporë fuqishme dhe lobuse këtu.
po i përmend rastin e Armenisë, rastin e Izraelit, rastin e Greqisë, rastin e Italisë, ku shteti jam i tyre interesohet vazhdimisht për të hapur shkollat, për të rritur identitetin dhe për t'i bërë ata një forcë e fuqishme edhe në vendin e tyre kur janë, por sigurisht edhe lobuse për gjithë interesat e Shqipërisë. Prandaj unë i bëj thirrje vllazërore. Amerika është e madhe, por ju këtu keni vetëm njëri tjetrin. Pavarësisht se vini nga zona të ndryshme dhe gjithë Zoti na vuri dhe na bëri gjithsekush me nga i mendje, unë uroj shumë, siç e shoh këtu, siç e kam parë këtë ditë, që ju të kujdeseni për njëri tjetrin. Ju të jeni bashkë për të bërë një forcë e madhe mbështetëse jo vetëm këtu, po për të bërë edhe një forcë e madhe lobuse për interesat e shtetit shqiptar, pse jo, edhe për shqiptarët e Çamërisë. Por ju keni një detyrim të madh kaq Shqipërisë, sepse ne e kujtojmë nga historia dhe kemi thënë me zë plot, Shqipëri mos ki frikë se i ke djent në Amerikë, edhe për kontributin që ju keni dhënë. Prandaj ju luftoj që ta mbani të fortë, ta mbani lart, edhe atë çka Shqipëria pret nga ju. Megjithëse ndoshta nuk ju dha shumë çka. Ne çdo gjë mund ta ndryshojmë, por përkatësinë tonë, identitetin tonë, ai që na bën bashkë dhe solidar, nuk e ndrojmë dot kurrë. Atë dheun, Shqipërinë. E unë dua ta mbyll me diçka që më ka bërë përshtypje dhe që e ka thënë Haxhi Bektashi. Të jemi bashkë, të jemi të fortë, të jemi krenar për atë që ne jemi. Dhe unë ju uroj urime festën e Nevruzit. Rrof diaspora shqiptare në Amerikë, rrof Çamëria, rrof Shqipëria dhe ju faleminderit. Unë në emër të shoqatës Çamëria kam sjell një mirënjohje për gjithë punën që ju bëni këtu në Amerikë. Edhe ja kemi dedikuar Baba Eltonit, po në fakt është mirënjohje për gjithë ju. Shoqata Patriotike Çamëria i atribon mirënjohje komunitetit Bektashi në Amerikë edhe Baba Eltonit. Ta gëzosh, deri dhe respekt tani. Bismillah, Allah, Allah. Zoti ynë, ti që bekon dhe shndron çdo gjë, bekoj dhe shndroje ditën e shenjtë të Nevruzit, bëne të përjetshme, të harrueshme, ditëlindjen e Imamit Ali, imamit ton të madh, Ali Murtezas. Jep na mundësi që të festojmë, të përkujtojmë çdo mot, ashtu siç ai meriton. Pali popullit dhe qeverisë amerikane, lumturi dhe çdo prosperitet, se për hir të lirisë dhe demokracisë së këtij vendi, neve jemi sot këtu të praktikojmë lirshëm fen ton, traditën ton dhe kulturën ton, dhe mund të ngrëmë lart dhe zërin ton për padrejtësitë shekullore që na janë bërë. Zoti i madh, fali kolonisë shqiptare amerikane, bashkim, vllazërim dhe çdo mbarësi që mund të vazhdojë në përjetësi për të mëshuar përpara idealet tona fetare dhe kombëtare. Zoti ynë, lutjet tona, ceremonit tona, dhuratat tona, sakrificat tona, qofshin ndaj teje të pranuara. Amin, o Zoti i gjithë jetës. Një pjesë e madhe juaja besoj se kanë marrë vesh që Profesor Trix ose Francis Trix është ndarë përpara disa muajsh nga jeta. Një besnike e denjë, një zonjë që vërtet e meriton për të përkujtuar nga ky podium. Ajo që neve na la të shkruar, atë çfarë ajo përjetoi me Baba Rexhepi, atë çfarë ajo kaloi me të. Ndoshta shumë prej nesh nuk e patëm fatin e madh që të ishin me ta.
Por patëm fatin e madh që profesor Trix na i shkruante në libër. Profeti Muhammed thot, fjala shkon e shkrimi ngele. Edhe ajo ka lënë një vepër të madhe për të gjithë ne, bijët dhe bijat shqiptar. Ne jemi një komunitet i vogël dhe fatkeqësisht nuk ishim përgatitur për një ndryshim kaq të madh që koha solli. Sepse mendonim që do të vazhdonim ashtu siç të parët tanë me librat e babait dhe me librat e tjerë, por është e nevojshme që sot fëmijët tanë ta kuptojnë fen tonë, rrugën tonë në gjuhën vendit, në gjuhën që ne flasim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe këtë detyrë më së miri e bëri profesor Trix. Neve jemi minjorës dhe i lutemi të madh Zot ta mëshiroj në botën e përjetshme. Dhe unë do të kisha dëshirë që për shpirt të profesor Trix lexojmë të gjithë një Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. O Zoti i vërtet, që mëshiron për gjithë besimtarët, mëshiro dhe për profesor Trix. Prej shpirtin e saj në qetësi dhe bashkoje me të mirët dhe me ata që i shërbeu gjatë gjithë kësaj jete. Qoftë e paharruar, dhe Zoti e mëshiroft profesoreshën Trix, që do na mungoj, por që kujtimi i saj është i përjetshëm, sepse vetë puna dhe vepra e saj e bëri këtë kujtim që të përjetshëm. Jesu kam gjetë të gjithëve, dëshiroj t'ju përshëndes të tanë juve, dhe t'ju uroj gëzuar festën e Sultan Bevruzit, edhe festën e imamit lindjen e tina. Falenderoj Zotin për gjithë secilin për ju. Është hera e parë vërtet që martjes në këtë bashkësi, po dhe një bashkësi bektashjane. Por jam miljon Zotit, edhe babës e litoni që kam gull, tash disa herë që unë të vej me tanë të vërtetën, e i kërkoj ndirës në sytë të gjithë juve, se unë nuk kam ardhur ma për para, por jam i knaqën në zemër që i kam ardhur. Edhe shoh atë hirë që Zoti ka ndërtua prej parve tanë, prej baba Regjepit, Dombreks, Domnuxhexhit e të tjerë me radhë. Rrugën e kem të hapur, miqësia vjen prej Zotit, edhe dashuria vjen prej Zotit. Unë kam vetëm një fjalë për të gjithë juve, e besoj se të gjithë e keni kuptuar, por edhe e dini, por me ja ban njeriu vetes një nder shumë të madhe, ashtë me ja kërku Zotit hirin edhe bekimin që me ndërtua një marrëdhënie të vërtet me Zotin, për me ja ban këtë mirë shpirtit, sepse njeriu i vërtet, tamam njeriu i vërtet është brenda nesh, njeriu ka shpirt, e vërtet se festa që ju keni këto, të i kujtua njerëzit e shenjtë që të i kujtua veprat e tyne shenjtë rash, për këtë ja uroj gjithmonë bashkimin në fest, edhe një fe që themelohet në zemrën e Zotit e në vullnetin e tij. Kjo është i bekuar të gjithë e gëzuar. Mirë mama, mirë si o gjeta, jo falenderoj shumë e gjithë zemër për ftesën, baba je më kurrëshëm, jo vetë për ftesën, po edhe për komunitetin tjerë, që në na kisha zoj se kisha shëpali, edhe familja gjithashtu. Du me të vërtet një falenderu se kur vin mesin të uj, e gjaj vetin si në shkyteme, ma besoni. Nuk kam atë si fje impresionim. Edhe ju e dini shumë mirë që gjaja marë rëndësishme në jetën tonë, aktaja energjia që nga për një viteti, duke një energji pozitive, një pritse, ta më që ashtar dita shqiptare. Pranaj, kisha mirë tanë dy fjallë vetëm në gjuhën angleze, just for you young people, we should not forget the past, the history. If we do not know for where we come from,
are now to be confused and the future will be obscure. So please, please always get in touch with the history of our people, the history of your religion, and the history of Albania, in order to have a better perspective for the future. Zotni Idrizi, që ka dhe sot të kisha e jonë, në ka nëru me prezencën e ti, është një për atyne politikanëve që mundë me thanë shkonjar për Shqipëria që e theksoj, të falenëru qenët fetare si vend bashkimi, edhe si vend që ruhet tradita, edhe që ruhet feja, që janë vlerat, shpirtnore edhe kulturale. Nuk e keni idenë sa ka kanë informative për ne, ku e kena një historinë të qamëri sa llimshme, edhe është një histori gade e harrume. Nuk është dënë mu kalu. Jo kemi një atë fjallën e vjetër që thot, gjohë se harrot historia, gjajet kanë mu përsëri. Kisha pas dëshirë që mu harru kja histori në që me mujtë për shkollë e hedhë 1944. E mas me lanë me nollë ashtu si ka nollë. Po kam frikë se gjohë se nuk rrimë bashkë, nuk ju napim rëndësi, ashtu që kena lanë qeftës kosovare e tjerët për qamërin, kena me hupi herë për gjithmonë atë perë të Shqipënisë, që ka kanë zemra histori shqiptare, vetëm me shku pak si për me pasarën si shmash. Ka ne vlazën e mota na shqiptarë të diasporë, kena jakë se për një shumë detyrime. Zotni Idrizi e përmenu, edhe vargjet e pamshlet panolik, ma honan, më t'ki frikë se ke djelë në Amerikë. Ka ne duhet mi kap, na kena shumë fronte që duhet me luftu, e që duhet mi përbalu, edhe që duhet me dalë fitimtari. Kena mundësi, kena potenca intelektuale, kena dhe potenca shpirtnore dhe materiale. Ka ne t'i vemin disponim. Adhe janë menim zotit, kene me pacat e ullheca, ashtë Zotni Idrizi, që i kam i dhanë po atë rëndësi dhe diasporës, me pas ministra, me pas përfaqësues, me pas antar të parlamentit shqiptar, ma të guvernit popullor, e më rrallë. Pra na edhe i herën, unë si me shtarë për ju drejtojmë ju i dashën Zotni Idrizi, unë i na për rëndësi emni një njeriut a shumë rëndësishëm, ka vlera mistike, në përmjet emnit krijohet edhe herë si këtë që thonë, për ne me shtarë, për ne qena, babat edhe imam, gjithmonë i napim rëndësi emni. A shumë i rëndësishëm emni, ka një lidhje mistike, me distarës me fëmis, me Zotin. A shumë i rëndësishme emni. Prandaj edhe musafiri jonë, e ka emnin shpetim, e ndashti madhi Zot ka me kanë shpetimi, jeno për qamëri, e ka me kanë edhe për Shqipin. Për një që ata blera të kërëvatike. Të Zoti e të kopë, faleminderit edhe herën për shëndetën e gëzime që të mund festin e Sultan Nevruzit, që babaj më diftoj se dhe me thanë Sultan Mret, e Nevruz dhe me thanë fest, është festa mretnore, sepse është datinja e Imam Aliut. Zoti ju rujt ju bekov, rrofë Shqipnia edhe rrofë Shqipnia etnike. Amen. Rama, derum vllazën e motra Bektashan, suar festën e Sultan Nevruzit. Mirë se kemi gjetë, nderuar babajlit të Pashaj, i falenderoj për ftesën. Na mani shumë afër, jemi krenarve ju, mirë se gjetë me kryetari të QES, Munir Nazifi, konsullin i Republikës Shqipërisë, Zotni Ekrem Bardha, përfaqësuesit e kishave Zoja Pajtore dhe kishë shërtuarit Lufret Galaj, kryetari i partisë PDI-s, Zotni Idrizi. Ishte kënaqësi që ne të pak me ju mëram për iftar, që i shtroi babai, u kënaqem shumë. Ju faleminderit, jam i gëzuar shumë kur e shoh sot, kam tash disa vite. Unë nuk kam pasur fat ta njoh baba Recepit, por kam pasur fat të njoh dy baba tjerë. Po është mirë për mu, baba Arshiun dhe baba Elidorin Kanik, që jam i gëzuar që të shkjo
Ky institucion është bë edhe një institucion edhe një shtëpi e jona e dy. Keni përshëndetjet më të përzemërta nga kryetari i Federatës Panshqiptare Vatra, Dr. Elbi Berisha, edhe në kryetari i saj Alfons Grishtaj, që me ka mundësinë me marrë pjesë të ju urojnë gëzuar festën e Sultan Nevrusit. Dy fjalë pata për partinë PDI-u dhe që janë një partitë si kanë met jashtë tokave shqiptare. Siç folëm më ramë zoti Idrizi, është e vërtet Federata Vatra ka punu pak për çështjen çame, por do të punojë pak më shumë. Edhe ju ja fjalën që këtë takim çështjen çame në takimin 3 mujor që ne kemi me Departamentin e Shtetit, do ta kështrojmë në çështjen çame do të vinë një nga pikat kryesore. Gëzuar edhe herë festën e Sultan Nevrusit. Faleminderit. Vëllezër e motra të gjakut të pastër, të gjakut të shenjtë i lirë, mirëmbrëma dhe mirë që u bashkuam në këtë qendër të abdetarizmës, në këtë qendër të paqes, të dashurisë dhe të bekimit, në tokën e shenjtë dhe të bekuar të Amerikës, ku pati i shumë bashkëdhetarëve na bëri që t'jetojmë. Kam nderin dhe kënaqësinë të shpirtit dhe të zemrës që uroj gjithë besimtarëve bektashian gëzuar festën e Sultan Nevrusit, sjell paqe, bekim dhe dashuri për jo vetëm bektashianët që janë vërtet shembull i tolerancës, i dashurisë, i abdetarizmës, ashtu siç vetë edhe vëllezërit Prashëri e ndërtuan themelet e këtij besimi, pra gëzuar gjithë shqiptarë. Çdo festë e paqes është festë e gjithë shqiptarëve. Faleminderit. Kam kënaqësinë e zemrës Baba Elidoni, ju falenderoj nga zemra, ju uroj gjithmonë për misionin e shenjtë në shërbim të Zotit, në shërbim të dheut dhe të dashurisë për familjet tona. Një përshëndetje shumë veçantë e kam për një aset kombëtar që kemi fatin dhe nderin që e kemi në shekullin ton, dhe ai është konsulli i nderit, Zoti Ekrem Bardha, një nga themelet pikërisht të kësaj qendre abdetare dhe vetare besimtare. Zoti Bardha të uroj shëndet e jetë e të paqim shumë e shumë në mesin tonë. Ju falenderoj meshtari i kishës katolike të Shënpalit, Dom Alfred Kalaj, famulitari i kishës Zoja Bajdore, Dom Dino Çerkezi, dhe një përshëndetje tepër të veçantë për një vëlla që përfaqëson një pjesë shumë të shenjtë të trungut shqiptar, një pjesë dhe një emër që jeton në zemrat tona, në zemrat e çdo shqiptari, nga Drenica, Plava e Gusia, Hoti e Gruda, Tirana, Durrësi, Tetova Gosivari, është qamëria e jonë e shenjtë. Dhe mirë se erdhe, vllai dashur Shpëtim Idrizi. Besojmë shumë të energjitë tua tek misioni i shenjtë dhe nuk je vetëm. Qamëria nuk është një çështje e çamëve, është e gjithë shqiptarëve. Prandaj i kemi zemrat dhe dashurinë me ju. Faleminderit, kalofshi gëzuar. Edhe siç e le ta di gjithë bota mbar, kështu rrin bashkë populli shqiptar. Ne kemi një Zot, kemi një gjuhë, një kulturë, por kemi kombin dhe ngjyrat e flamurit kuqezi. Kalofshim gëzuar. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit, shëndet e gëzim. Mirëmbrëma i nderuar babali ton, të nderuar klerik, miq të ftuar, motra e vëllezër, ju përshëndes gjithë ju që detyruat të largoheni mira e mira kilometra larg dheut. Ju që emigruat këtu dhe nisët jetën tuaj nga zero, por to që pavarësisht vështirësive ju adolet çani me sukses në shumë fushra të jetës. Ju adolet përfaqësoni me dinjitet komunitetin shqiptar të Michiganit. Unë jam Teti Mene, aktivist i çështjeve kombëtare dhe themelues i një shoqate adhetare të re, quajtur Vizja Pavarur. Misioni ynë është rritja e vetdijes të popullit shqiptar nëpërmjet përdorimit të burimit kulturor dhe lidhjes me identitetin. Ndaj ftoj të gjithë djemtë e vajzat e reja këtu.
pa përjashtim të mbashkohen në korruptim. Pra dheun do punuar, ndaj mos në lini vetë të lutem nga diaspora pra dheun. Edhe një falenderim për të qenë shqiptare, për mikpritjen, të spacur e dera thapur, për çdo që ka nevojë, për çdo patriot, për çdo besimtar dhe më së tepërmi për çdo shqiptar. Ju uroj gjithë besimtarëve gëzuar festën e Sultan Navruzit. E për ta mbyllur, atë dashuria është bekim, ndaj faleminderit Zot që kur s'na i shtoi vështirësia, një dashuri të falë prej tij, një adhes si Shqipnia. Faleminderit gjithëve. Vëllezër dhe motra, me lejoni me që jemi këtu. Të gjitha ata të rinj dhe të reja që dëshirojnë të bëjnë pjesë e bordit të qes, janë welcome. Do t'ju uroj gjithëve për shumë të gëzuar, ju bëf një darka. Sot në këtu në Teqe festojmë ditën e Sultan Navruzit, që është ditë lindja e të madhit Ali. I madhi Ali ishte luan i asaj kohe, a ishte njeriu që ishte i qetë, edhe thoshte njerëzia të duan njeri atrin. Por ata duan njeri atrin, atë një Zoti jo të ndihmojë. Prandaj, unë sot e falenderoj familjen Villa, që na japin mundësi e qeja tonë të nxjerrë zë edhe të dëgjohet në gjithë botën. Edhe njerë, faleminderit shumë, Zoti ju bekoftë, Zoti ju të mira, e u auroj këtë ditë shenjtë të gjithë bektashanëve kudo që janë në botë. Një nga emocionet më të bukura kam përjetuar këtu në Teqen e Baba Recepit në Mençegan. Harmonia fetare është një nga vlerat më të mëdha që kemi ne si kom dhe kam gjetur pikërisht këtu. Don Fredi na është bashkuar në festën këtu në Teqe për Sultan Navruzin. Don Fred, dua një urim të sinqert nga zemra për gjithë shqiptarët dhe për gjithë besimtarët atje që na ndjek. Faleminderit se që po më jepni mundësi nëpërmjet televizorit më u drejtu tan shqiptarëve festa e Sultan Navruzit që quhet festa mbretërore, sepse është datëfinja dhe Imam Aliut. Difton se kena bashkimin që në të tanë kohë, të tana tri fetë tona janë një, besojmë një Zot, edhe një kena një gjak, pra ne kena një bashkim, nuk kena asë një lloj arsyet për me mujtë mu shikju ndryshe përveç se vllazën e motra në Zotin. Pra ne jam gjithmonë njihemi mirë pritun, kur vitet Teqja, kam fillu këtë se kam pas rastin edhe fatin e mirë, me njoft Baba Recepin, kur vite me pa dëm preken, gjithmonë e Baba Recepi bekot e darken, ashtu edhe mu malla në rasti për me bad bekim. Paja që më ka ba më shtypje, me kanë se komuniteti Bektashi ka ardhë në Amerikë për para nesh, për para komunitetit shqiptar, Bektashian, Baba Recepi me Bektashit, ka një mu me mpare shqiptar për me mujtë me ba kishën, me ba nërtimin e kishë, edhe ka kanë jashtëzakonisht shumë afër. Nihem si në shtëpi teme, i uroj me gjithë zemër krejtë e komunitetit Bektashian, festën e Sultan Navruzit, festën e festave, e gëzoshin gjithmonë bashkë o Zot, të i përparu e të i gëzu për zmasbrezit. Urime për bashkëdhetar, motra dhe vëllezër, të pandar katolik, ortodoks, musliman, Bektashian, është kohë e vajtimit, tolerancës, uroj gëzuar Sultan Navruzit, harmoni, shëndet dhe gëzime. Festojmë të gjithë bashkë ditëlindjen e Imam Aliut, cili është urimi që vjen nga jo. Urimi im është për gjithë besimtarët e Bektashi, ku shquhen për adhetarizmin dhe besimin, për tolerancën, për dashurinë, për adheun, për Zotin. Urimi është që të kalojnë gëzuar, jo vetëm Bektashit, po gjithë populli shqiptar, në festat na bashkojnë, dhe aty gjejmë dashurinë e Zotit, dashurinë e adheut dhe urimet gjithë dhe gëzuar festën. Falenderoj TV-n që është sot e pranishme dhe që u përcjell mesazhet që u folën këtu në këtë festë dhe duke përcjellë zërin tonë për gjithë bashkëdhetarët që në pamundësi për qenë fizikisht, juve bëni detyrë të jashtëzakonshme. I urojmë jetë gjatë televizionit dhe suksese të mëtejshme në punën fisnike që bën për transmitimin e të gjitha programeve që gjithë bashkëdhetarët neve bëjmë këtu. Është vërtet bekim nga Zoti dhe që e al TV-n, sepse të kesh një televizion, të kesh një zënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është e paktë. Falenderoj shumë baba. Dhe
një nga detajet që unë vura re dhe me emocionoi pafundësisht, ishte që këtu në Teshen Bektashianet të Baba Rexhepit ishin të ftuar dhe klerik të besimeve të tjera fetare, një lloj harmonie fetare që do ta them me zë të lartë është nga vlerat më të mëdha që kemi ne si kombë, po e kemi edhe këtu në mes të Amerikës. Patjetër që kjo është një traditë e kahershme. Të gjithë klerikët kanë qenë të pranishëm të Teshen Bektashiane, sepse dyert e Teshes janë të hapura për cilin do, pa dallim feje, krahine, zakoni, pa dallim gradës shoqërore që kanë, janë welcome, po mbi të gjitha ne jemi vëllezër me njëri tjetrin, ne jemi të gjithë shqiptar, flasim shqip, konvenojmë shqip dhe siç e patur lutem të gjithë shqip. Kështu që patjetër ata kanë vendin e tyre si shqiptar, patjetër detyrës që ne mbajmë si klerik, po në fund jemi shqiptar. Dhe ata si shqiptar janë të mirëpritur dhe do të jenë gjithmonë mirëpritur këtë Teshe. Dhe cili do të bëhet pjesë e institucionit tonë është welcome. Falenderoj shumë edhe gëzuar Sultan Evrozi. Sultan Evrozi për shumë vjet edhe besoj muajin tjetër kemi edhe 25 vjetorin e televizionit, a? E televizionit ju urojmë happy birthday. Zoti shëndet të mira. Edhe me që folëm për mikpritje dhe bujarinë shqiptare, ne po ulemi te sofra e shqiptarëve këtu, duke marrë një urim për festën e Sultan Evrozit. Përshëndetje. Urimet më të mira, gëzuar nga mos Sultan Evrozin, shpresën, jetën, mirësi për të gjithë. Zoti na e përmbar të gjithë. Është kënaqësi e veçantë të më jepni mundësinë për të uruar gjithë shqiptarët kudo që janë, gëzuar festën e Sultan Evrozit, festën e shpresës, mirësisë dhe begati për gjithë shqiptarët kudo që janë, kudo që jetojnë dhe kontribuojnë për familjet e tyre, pse jo dhe për aldhën e tyre. Faleminderit për këtë mundësi. Mirëmbrëma, gëzuar dhe ju sjell vetëm mbarësi dhe gjithë të mira ky Sultan Evroz. Cili është urimi juaj për të gjithë shqiptarët dhe besimtarët që na ndjekin për te ekranin? Falenderojmë të gjithë shqiptarët dhe ju urojmë nga zemra mbarësi në shtëpitë e tyre dhe gëzime kudo që janë. Ajo që është më e bukur është se këtu në Teshe gjejmë edhe miq tan, miq të vjetër, miq të rinj, por ajo që është më e rëndësishme është se gjejmë njerëz të mrekullueshëm, njerëz fantastik dhe unë jam shumë e lumtur që të prezantoj këtu në ekranin ton familjen Toti. Janë njerëz të mrekullueshëm. Përshëndetje dhe dua t'ju uroj gëzuar Sultan Evrozin. Dua një urim nga familja juaj për të gjithë shqiptarët që na ndjekin për te ekranin. Atëherë si një Bektashiane e vjetër me tradita Bektashiane, dua të uroj të gjithë besimtarët Bektashian kudo që ndodhen, brenda dhe jashtë vendit, në gjithë Amerikën, në gjithë diasporën, gëzuar këtë festë të bekuar ditën e Imam Aliut. Zoti i bekoft gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, paqe, lumturi dhe dashuri. Fabian, një urim nga ty. Gëzuar të gjithë shqiptarët kudo që janë, një urim për zemërt dhe Faleminderit, gëzuar për të gjithë. Se gëzuar mama, gëzuar festën. Jo na ka lindur në këtë ditë të bekuar. Gëzuar për të gjithë edhe Zoti ju bekoft. Faleminderit shumë. Faleminderit. Festuam këtu në Teshen e Baba Rexhepit në Michigan festën e Imam Aliut, ditëlindjen e tij. Për të gjithë besimtarët Bektashin kudo që ndodhen, në Shqipëri, në Amerikë, në diasporë, kudo që të jenë, gëzuar për shumë vjet.